pra durimi është i shtrirë në kohë në një farë mënyre. Sillet si argument, për shembull, i durimit, fakti që një proces siç është lindja e fëmijës është i shtrirë në kohë në 9 muaj. Do kush mund ta dëshironte fëmin që në muajin e parë, që në javën e parë, që ditën e parë, mirë po është i detyruar të presë 9 muaj. Ndërkohë që ne edhe kur shikojmë akrepat e orës në një farë mënyre, ne do dëshironim faktikisht që ato testin shumë shpejt, ose të shkonim ta kapnim akrepin dhe ta çonim atij ku ne dëshirojmë të jetë, mirë po jemi të detyruar ta respektojmë atë që gati është i padukshëm se si lëviz. Pra, mund të specifikoni nga njerë durimi është në ishtrirë në kohë dhe njeriu e ka nevojshëm ta kuptojnë që çdo gjë është e kushtëzuar nga koha? Njeriu mendoj që nuk mund me jetu pa durim. Nuk ka jetesë familjare, shoqërore, shtetërore pa pas durim. Nuk mund me jetu. Dhe durimi fitohet, durimi mësohet, durimi praktikohet në praktikë. Dhe njeriu, duke u këshillu me njerëzit e mençur, shtohet durimi dhe mendon se siç duhet me qenë një njeri i kompletun, një njeri i dobishëm për të tjerët. Dhe automatikisht njeriu, kur e ndin që filani ose filan personi po bën durim, e shajti ose e fyti ose i bani këto dhe bani durim, atëherë ky nalet dhe mendon, sikurse unë mos kisha bë durim, kisha marrë deri te një ngatresë, deri te një problematik mes nesh. Atëherë po i marr lakmi këtij personit i cili bani durim, se kalon koha, ec jeta, ecin ditë, javët, mujet, vitet, ecin.